Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka shpallur 3 muaj gjendjet e jashtëzakonshme në vend pas tentimit puçit në Turqi, bën të ditur Associated Press. Pas takimit të Këshillit të Sigurisë Kombëtare në Ankara që ka zgjatur 5 orë, lideri turk ka bërë të ditur se vendimi nuk është kundër ligjit dhe nuk shkel kurfar lirijet e demokracisë. Ai më tej ka shtuar se tentimi i grushtetit ndoshta ende nuk ka përfunduar dhe se ka mundësi që ka ende plane të dhunshme të merret pushteti. Erdogan tha se vendet europiane nuk kanë të drejtë që ta kritikojnë vendimin për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme. Ai po ashtu falenderoi të gjithë të vdekurit që luftuan kundër grushtetit. Presidenti turk ka thënë se vetëm një numër i vogël i forcave të armatosura është përzier në puçin ushtarak, por tha se ende nuk është e qartë se sa njerëz kanë marrë pjesë në të. Në ndërkohë ai përsëri ka akuzuar klerikun Fethullah Gülen që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës se është organizatori i puçit të dështuar dhe se atë dhe mbështetësit e tij ka quajtur organizatë terroriste. Autoritetet thonë se gjendja e jashtëzakonshme do t'ju mundsoj atyre të ndërmarrin veprime të shpejta dhe efektive kundër përgjegjësve për puçin e dështuar, i cili ka lënë mbi 260 veta të vdekur dhe rreth 1500 të plagosur. Qeveria e Erdoganit thot se virusi i kancerit brenda disa institucioneve shtetërore ka çuar në përpjekjen për grushtet. Gjendja e jashtëzakonshme ka nisur në orën 1 të mëngjesit sipas kohës lokale. Disa orë më pas media turke kanë raportuar se edhe 32 gjykatës dhe 2 oficerë ushtarak janë arrestuar në ndyshimet për pjesëmarrje në organizimin e puçit. Qeveria e Erdoganit deri më tani ka arrestuar, shkarkuar ose pezulluar nga puna afro 60.000 polic, gjykatës, shërbyes civil dhe mësimdhënës.